Ernest Muçi nuk është për të shënuar gola të thjesht, por për të shënuar gola të jashtëzakonshëm. Jo më kot quhet si talenti më i madh i dal nga toka shqiptare në vitet e fundit. Jo më kot Ismet Munishi u shpreh disa kohë më parë se ky lojtar mund të shkojë deri te Real Madridi në La Liga. Aftësitë janë aty, e shfaqi edhe një herë tjetër në ndeshjen mes Trabzonsporit dhe Göztepe's. Në ditën e sotme, Trabzonspori ka fituar në transfert në shifrat 1-2 kundër Göztepe's, një ndeshje shumë e vështirë, pasi Göztepe ndodhej në vendin e 4 dhe Trabzonspori ndodhej në vendin e 3 në Superligën turke. Por për fat të mirë, Trabzonspori arriti të fitojë në shifrat 1-2 dhe të dyja golat janë shënuar nga Ernest Muçi. Siç e pat edhe në video, ky ishte goli i dytë i shënuar nga Ernest Muçi, që vendosi edhe fitoren e këtij takimi. Një gol i jashtëzakonshëm, teksa me një volli me topi që qëndron akoma në ajër, Ernest Muçi gjeti saktësisht cepin e rjetës, duke mos i lënë asnjë shpresë portierit kundërshtar për të reaguar ashtu siç duhet. Topi shkoi në rjet dhe Ernest Muçi nisi sërish të festonte. 1-2. Me këtë fitore, Trabzonspori shkon në vendin e dytë në Superligën turke, vetëm 2 pikë larg Galatasarayt në vendin e parë. Pra Trabzonspori konfirmohet saktësisht se është për titull kampion mes 3 ekipeve në Superligën turke. Galatasaray ndodhet në vendin e parë me 36 pikë, Trabzonspori vjen i dyti me 34 pikë dhe Fenerbahçe në vendin e tretë me 33 pikë, ndërsa në vendin e 4 vazhdon ende Göztepe me 26 pikë. Heroi kryesor i Trabzonsporit është padyshim Ernest Muçi. Shifrat flasin vetë për futbollistin shqiptar. Muçi arriti që të shënonte 2 gola në fitoren e Trabzonsporit ndaj Başakşehirit, në atë 3-4. Në ndeshjen e radhës realizoi një super gol nga goditja e dënimit në fitoren 3-1 të Trabzonsporit kundër Konyasporit. Më pas ishte një ndeshje kupe ku Muçi mori pak minuta dhe në fund ishte ndeshja e sotme me Göztepen ku Muçi realizoi sërish 2 gola. Pra në 3 ndeshjet e radhës së kampionatit, Ernest Muçi ka realizuar plot 5 gola, duke treguar gjithë aftësitë e tij dhe njëkohësisht gjithë rëndësinë për Trabzonsporin në këtë luftë për titullin kampion. Të gjithë në Turqi flasin vetëm për djaloshin shqiptar. Të gjithë në Turqi flasin vetëm për Ernest Muçin. Te Beşiktashi kanë filluar që tani që të pendohen shumë dhe tifozët në Turqi i kanë lënë fajin të gjithë Beşiktashit për faktin se Muçi nuk shpërtheu atje dhe jo me lojtarit shqiptar. Është një hero i Trabzonsporit.